Ligji për përdorimin e gjuhëve, i miratuar në vitin 2006, i njeh gjuhët shqipe dhe serbe si gjuhë zyrtare në Kosovë dhe i trajton alfabetet e tyre si të barabarta. Meqense këto dispozita ligjore nuk respektohen gjithmonë nga institucionet publike, në vitin 2012, Qeveria e Kosovës ka themeluar zyrën e Komisionerit për Gjuhët për të monitoruar zbatimin e këtij ligji, përderisa ka emëruar Slaviša Mladenovićin komisioner për gjuhët. Në përpjekje për të siguruar se institucionet e respektojnë ligjin, komisioneri dhe stafi i zyrës kryejnë hetime për shkelje të mundshme të ligjit me vetë iniciativë ose pas pranimit të një ankese, punojnë në ngritjen e vetdijes së publikut në lidhje me të drejtat gjuhësore, si dhe u afrojnë këshilla dhe ndihmë qytetarëve dhe institucioneve për të drejtat dhe detyrimet e tyre sipas ligjit. Zyra gjithashtu ndërmjetëson në mes të ankuesve dhe institucioneve. Kada Kancelarija povjerenika za jezike dobije žalbu građana, prva aktivnost koju obavljamo je razmatranje žalbe i razmatranje nadležnosti Kancelarije povjerenika. Ukoliko utvrdimo da je Kancelarija povjerenika nadležna za rješavanje te žalbe, za rješavanje tog problema, onda preuzimamo mere koje su u našem mandatu. Pre svega to je proces medijacije. Pokušavamo da neadministrativnim sredstvima rešimo problem koji je naveden u žalbi u saradnji sa institucijom i onim koji je podneo žalbu. Përveç gjuhës shqipe dhe gjuhës serbe, si dy gjuhë zyrtare në nivel qendror, ligji njeh edhe gjuhë tjera si gjuhë zyrtare ose gjuhë në përdorim zyrtar në nivel komunal, bazuar në përqindjen e popullsisë apo traditën e përdorimit të atyre gjuhëve. Shembull i kësaj është komuna e Prizrenit, ku gjuha turke është gjuhë zyrtare, e cila është folur tradicionalisht. Të gjitha ato komunitete të cilat arrin mbi 5% të popullatës së një komune, atëherë gjuha atyre duhet të trajtohet si gjuhë zyrtare, ndërsa në qoftë se përfaqësuesit e një komuniteti kalojnë 3% të popullsisë së përgjithshme të asaj komune, atëherë ajo gjuhë është gjuhë në përdorim zyrtar. Në për komunat e Kosovës, përveç gjuhës shqipe dhe serbe, është gjuha bosnjake, gjuha turke si gjuhë zyrtare, ndërsa në disa komuna ato janë edhe gjuhë në përdorim zyrtar. Misioni OSBE-s në Kosovë, në kuadër të mandatit të vet për të mbrojtur dhe promovuar të drejtat e njerëzit dhe të komuniteteve, ka ndihmuar themelimin e zyrës së komisionerit për gjuhët dhe reformimin e politikave gjuhësore. Misioni vë theks të veçantë mbi të drejtat gjuhësore dhe ofrimin e shërbimeve në gjuhët zyrtare për të siguruar se të gjitha komunitetet në Kosovë kanë mundësi të marrin pjesë në jetën publike dhe të kenë qasje në shërbimet e ofruara nga institucionet. Ne kemi punuar me institucionet të nivelit qendror dhe lokal, ngritjen e kapaciteteve. Me ngritjen e kapaciteteve kuptojmë që i kemi trajnuar do të thotë një numër të madh të përkthyesve dhe zyrtarëve komunal në komuna në implementimin sa më të mirë të ligjit për përdorimin e gjuhëve, si dhe me ngritjen e kapaciteteve të nivelit qendror si zyra e komisionerit për gjuhët, në mënyrë që ata sa më mirë në të ardhmen të bëjnë pak a shumë monitorimin dhe implementimin e ligjit për gjuhët. Si pjesë e mandatit për të hetuar shkelje të mundshme të ligjit, stafi i zyrës së komisionerit vizitojnë institucione të ndryshme në përpjekje për të gjetur zgjidhje. Sot, ata po vizitojnë aeroportin e Prishtinës për herë të dytë. Komisioneri do të takohet me menaxhmentin e aeroportit për të kuptuar arsyet pse rekomandimet e tyre fillestare për përdorimin e gjuhës shqipe dhe serbe në shenjat e terminalit të ri nuk janë zbatuar. Në shumë raste, shenjat në gjuhën shqipe dhe serbe kanë pasur gabime drejtshkrimore ose verzioni në gjuhën serbe në përshenja nuk është përfshirë fare. Ovo je jedna od naših inicijativa. Mi nismo imali žalbu na aerodrom, ali zbog natpisa u medijima pokrenuli smo monitoring i istragu.
Akoma presim të arrim rezultate. Në ndërkohë, zyra do të shqyrtojë hapa të ardhshëm, të cilët përveç vazhdimit të bisedimeve mund të përfshin edhe masat administrative. Agencije koji su oni angažovali za prevode na srpski, albanski i engleski nije svoj posao odradila kako treba i uprava aerodroma je žrtva jer su oni uložili novac u izradu, u angažovanje tih konsultanata i nisu dobili dobar rezultat. To je u stvari i primjer svega onoga što se najčešće i događa na Kosovu, da volja postoji, ali da ne postoji kapacitet da se neki problem reši, tako da i dalje smo u problemu. Sidoqoftë, shumica e intervenimeve nga ana e zyrës japin rezultate të menjëhershme. Në secilin rast, institucionet janë të gatshme për bashkëpunim, marrin këshillat dhe rekomandimet nga zyra dhe zotohen se në të ardhmen rastet e tilla nuk do të përsëriten. Në disa raste, kur ankesa ka të bëjë me mungesën e dokumentit të përkthyer në njërën gjuhë zyrtare, ato në një kohë shumë të shkurtër bëjnë përkthimin e atyre dokumenteve dhe për këtë gjë e informojnë zyrën e komisionerit për gjuhë. Në këtë rast, konsiderohet se ankesa është zgjidhur dhe ky rast mbyllet. Ka raste tjera kur ne bëjmë rekomandimet lidhur me ankesat ose këshilla për institucionet, ato zotohen se do t'i përfshin ato rekomandime e zyra bën mbikëqyrjen e atyre rekomandimeve gjatë zbatimit të tyre. Po i përmendi disa raste të ankesave, një qytetar nga një komunë e caktuar është ankuar që nuk i është lejuar përdorimi i gjuhës bosnjake në atë komunë, duke qenë se kjo gjuhë është gjuhë zyrtare në nivelin komunal të asaj komune. Ordane, o luzoj. Potrebna mi je vaša pomoć u vezi... Valaj, nuk po të kuptoj, qa po thu? Izvinite? Nuk kuptoj. Da li ima neko ko razume bosanski jezik? Po. A folj neko bosanski jezik? Nuk kuptoj, ne razumem. Zyra ka ndërmjetësuar, ka kontaktuar përfaqësuesit e kësaj komune, ka dërguar shkresën dhe ka kërkuar që në të ardhmen rasti të mos përsëritet. Rasti tjetër ka qenë për shembull një qytetari kur është ankuar se nuk ju ka lëshuar dokumenti identifikues nga Agencioni i Regjistrimit Civil në gjuhën turke. Ben kimlik belgesi için gelmiştim. 2 gün önce aldım. Ama Türkçe olmasını da istiyorum. Kuptova, ama jo kejta, ka mundësi në gjuhën shqipe? Po, para 2 ditëve ko malet njoftimin, po këtu masi është gjuha turke, gjuhë zyrtare, po du me qenë gjuhën turke dhe të njoftimi, si është mundësia. Kemi ndërmjetësuar edhe këtu, kemi vizituar Agencionin e Regjistrimit Civil, duke sqaruar rastin dhe të njëjtit na kanë kthyer përgjigjen që dokumenti i është prodhuar në gjuhën turke, mirë po qytetari do me thonë ka haruar ta cek se don ta kërkoj dokumentin pikërisht në gjuhën turke. Edhe dokumentet që lëshohen në gjuhën turke, dokumentet identifikuese bëhen me kërkesë të qytetarit. Cilat kanë opsionet? Po, formulare shtëmës. Qohë në formularin? E plotson formularin, aty e ki edhe opcionin për gjuhën që dhe dëshiron ti me zgjedh. Nëse që dëshiron gjuhën turke, e plotson me shenjën tik të gjuha turke dhe e sjell përsëri aplikacionin. Është gjithçka në rregull pastaj. Faleminderit shumë. Një rast tjetër që është ngritur përmes Këshillit Konsultativ për Komunitete, kur një qytetar është ankuar se Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë nuk ka vendos të gjitha informatat në 2 gjuhët zyrtare, kur ka hapur ftesën për propozime. Kako da te pomognem? Izvini, ali ne znam da pričam srpski. Nema problema, samo sam htjela da vas pitam da li možete da mi osigurate dokument na srpskom jeziku. Izvini, ali ne razumem. Srpski? A kao dokument?
valla nema srpski jezik. Në këtë rast, zyra ka përgatitur raportin me rekomandime ad hoc për agjencinë edhe ka kërkuar nga ata që informatat të cilat mungojnë në gjuhën serbe të vendosën sa më parë dhe afati i aplikimit të shtyhet edhe për 15 ditë. Përkundër sukseseve në raste individuale, zbatimi i plot i ligjit për gjuhët zyrtare është ende larg. Mi zaista smatramo da postoji još puno prostora za poboljšanje primjene zakona o upotrebi jezika. Mi smo svi svedoci svakodnevnog nepoštovanja tog zakona na putevima, u institucijama, od strane različitih preduzeća i tako dalje. Smatramo da svi akteri na svim nivoima mogu učiniti puno više kako bi u potpunosti sproveli zakon. Zyra e Komisionerit për Gjuhët, e mbështetur nga misioni i OSBE-s në Kosovë, organizon fushata informuese, vizita në terren, si dhe punëtori e trajnime të ndryshme për të ngritur vetdijen e publikut dhe institucioneve për ekzistimin e zyrës dhe për mandatin e saj. Kemi punuar në ngritjen e vetëdijësimit edhe për ekzistencën e zyrës së Komisionerit për Gjuhët përmes fushatave mediale, përmes prodhimit të radiospoteve, posterve, fletpalosjeve të ndryshme. Si pjesa aktiviteteve të tyre në terren, Zyra e Komisionerit dhe misioni i OSBE-s kanë organizuar punëtori artistike për të rinjët në pej për t'ju mundësuar të shprehin artistikisht të kuptuarit e tyre të drejtave gjuhësore. Komisioneri shpesh i viziton edhe zyrtare të nivelit qendror dhe lokal dhe universitetet. Por institucioni ka për obligim me siguru shërbimin në dy gjuhët, ose në përkthys, ose me kolegë tjera që do të flasin gjuhën tjetër zyrtare, pse unë kur po foli për gjuhë zyrtare nuk menoj për gjuhën serbe në institucionet ku janë shqiptarë për shembull shumica, po krejt gjuhët zyrtare në krejt Kosovën, se njëjtin shembull mund të gjeni edhe në Veriun kur gjuha shqipe nuk po përdoret në nivelin e knaqur. Na jemi këtu me tregu shembullin e mirë, apo? Samo bih apelovao na sve građane, na sve aktere da učine sve kako bi se ispoštovao zakon o upotrebi jezika. Svako ima pravo da koristi svoj jezik i ukoliko to pravo nije omogućeno, imaju pravo da se žale kancelariji povjerenika koje će im pomoći da to svoje pravo ostvare.